E kuptoj. Mirë, ndoshta mund të zgjohet Akademia e Shkencave apo qeveria që duhet të bëj këtë gjë, sepse është një studim shumë i rëndësishëm për çdo shqiptar. Dhe kam përshtypjen është i pari për masave të tilla, apo jo? Po, është i pari, por tek ajo të zgjimi, padyshim që artikulli sjell ose rigjallëron një paradigmë të re, një model, një kornizë shqyrtimi dhe shpjegimi, e cila ka mundësi, potencialin që të sjellë një rigjallërim të krejt grupit të shkencave, jo vetëm humane, por edhe shkencave që nuk si thush të gjenetikës në tërësi, dhe mund shërbej si një element ndërgjegjësimi, si një shkëndi që të rindizet edhe njëherë interesimi, mbështetja e institucioneve tjerë për këto çështje. Pse? Sepse për shumë kohë kishte arrit në një pikë, si thush, pezullimi. Nuk kishte një përparim në mënyrën e shpjegimit, në paradigmen e çështjes, sepse ato që dieshin tashmë merreshin mirë, që na risilleshin dhe pa ndonjë risi. Çfarë ndodhte? Duke pas fqinjet e tjerë, duke pas një sasi, sidomos në aspektin historik dhe gjuhësor, duke pas gjurmë më të shumta, për shembull fakti që nga Ilirishtja nuk kemi fjali, kemi fjalë të cilat mund t'i rekonstruktojmë e tjerë, por të shputura që nuk na japin mundësi që të krijojmë një ide të qartë. Identitet gjuhësor me... Jo, ide të qartë për atë që ishte Ilirishtja dhe se si ta lidhin me Shqipen. Ndërkohë që ta zëmë të tjerët e kanë. Dhe të tjerët thjesht vetëm duke interpretuar të njëjtin tekst, ata duket sikur paraqesin risi. Dhe ndërkohë që nuk ke çfarë të reinterpretosh, kishte një mbetje pezo. Dhe kjo është një mundësi, një dritare që të rifilloj, si thush, edhe angazhimin arkeologjik, gjuhësor, historik, e tjerë, gjitha në shumë fusha. Tani, çfarë tregon ADN-ja jonë dhe si është bërë ky studimi? ADN-ja jonë tregon që atë që është menduar, po vetëm ta zgjas tek çështja e Ili. Dhe tek Ilirët, pra fakti që ne nuk kemi shumë ose të mjaftueshme element të ruajtur, nuk i ka prekur vetëm Ilirë, se kjo ideja sikur të gjitha popullsitë e vjetra ballkanike me përjashtim të grekëve që për një arsye të caktuar, por edhe për shkak të kontributit të shqiptarëve të lashtë në ekspansionin e tyre jashtë kontinentit evropian, e kanë ruajtur një formë të shkruar të gjuhës. Por nuk është ruajtur as trakishtja, as dakishtja, as format e tjera të popullsive të tjera. Pra ky problem nuk ka prekur vetëm Ilirët. Dhe ky problem tani jo që nuk të i kalohet, padyshim, por hapet një ditare edhe për reinterpretimin dhe shtimin e dhënave edhe të një kuptimi më të mirë edhe në këtë aspekt. Sa i përket ADN-s, vim këtu tani. Atëherë, ky studim e merr atë pjesën e cila është shkencore, shumë e sigurt. Jemi përpjekur që ta bëjmë sa më të sigurt. Jemi përpjekur që të shohim sa më shumë përtej botkuptimit ton, përtej formimit ton dhe tek mundësisht tek ata të cilët mund na sillnin, si thush, edhe në një debat të shëndetshëm shkencor. Kështu që kjo sjell një përforcim, po të themi, por shkencor me vërtetësi, me siguri shumë të madhe mbi vazhdimsinë e lashtësisë së shqiptarëve në të njëjtat troje ose në të njëjtën hapësirë afërsisht.
Afërsisht them sepse ne nuk e dim deri ku shtriheshin këta shqiptarët e lashtë, është dihet tashmë se hapësira e sotme ku shqiptarët janë pranishëm, është hapësirë të kurrjeje, jo ekspansioni. Pra, kjo është thënë që nga albanologët gjerman, austriak dhe shqiptar dhe antropologjia shqiptare, pra që kemi në historinë tonë, nuk kemi një të kurrje, pra shqiptarët sot janë një pjesë atyre që kanë qenë qoftë në hapësirë, le të themi. Kështu që duke qenë si hapësirë të kurrjere, kjo pjesë që ka mbetur, nuk e dim se sa dhe në që formë dhe sa ka qenë kontributi i këtyre zonave periferike. Për shembull, Kroacia sotme është pjesë e botës e lire, por nuk është pjesë e botës shqiptare. Pra vetëm kjo është fakti për të treguar se sa ka dallim dhe se sa të kurrje ka ndodhur për gjatë gjithë historisë. Tani, ju keni marrë monstra të ADN-s së shqiptarëve të sotëm, apo jo? Po. Sa me përfaqësuese, në mënyrë që të kenë... Pra nga të gjitha thuajse trevat që janë... Nga të gjitha. Janë mostra më shumë në numër, që shpresoj që kjo të bëhet edhe shkak që të ndërgjegjësohen, që të kemi sa më shumë testime, në mënyrë që vërtetësia e fakteve dhe faktet të flasin më qartë, më bukur dhe më zënshëm për një përfundim i cili është nxjerrë në bazë të një krahasimi shumë as pak lehtë dhe prandaj edhe janë shumë autorë aty, të cilët kanë pjesën e tyre të analizës të mirëfillt shkencore gjenetike dhe të përballimit të këtyre rezultateve me kontekstualizimin. Dhe kjo është krahasuar me të dhënat që është krahasuar me një le të themi me një grumbull të madh të dhënash të pa paragjykuara, pra 6.000 gjenome nga një hapësirë që është marrë si e mirë qanë që në këtë hapësirë të madhe, pra Azia Perëndimore dhe Evropa, që në këtë hapësirë është, si thosh, ajo hapësira e zhvillimit historik të shqiptarëve. Nga këta, pra këta 74 shqiptarë të sotëm dhe 22 mbetje të lashta janë krahasuar dhe është parë se ku bien brenda këtij 6.000 ose me cilën prej grupimeve të popullsive përkojnë. Rezultati ka dalë që shqiptarët kanë një vijimësi, vazhdimësi më të madhe. Kjo është shumë e rëndësishme, pra vetëm shprehja më të madhe është rezultat në vetveti, konkluzion në vetveti, më të madhe se sa popullsitë fëqinje. Kjo nuk është për të